Erdogan për sulmin ndaj Iranit, rajoni rrezikon, një rrethzjarri. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dënoi publikisht sulmin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit, duke shprehur mosmiratimin e tij për sulmin, duke theksuar rëndësinë e respektimit të sovranitetit kombëtar dhe ruajtjes së stabilitetit rajonal. Mediat e huaja shkruajnë se Erdogan deklaroi edhe një herë se Turqia është e gatshme të ndërmarrë iniciativa diplomatike për të ulur tensionet. Sipas tij, Turqia nuk ka asnjë problem sa i përket sigurisë së kufive tanë dhe hapësirës tonë ajrore, megjithse ai theksoi se ushtria dhe shërbimet e inteligjencës turke po marrin masat e nevojshme. Deklarata e plot. Jemi thellësisht të trishtuar dhe të shqetësuar për sulmet Shtetet e Bashkuara të Amerikës Izrael ndaj fqinjit ton Iranit, të cilat filluan me provokimet e Netanyahut. Për një kohë të gjatë kemi bërë përpjekje të mëdha për të zgjidhur mosmarrëveshjet përmes dialogut në tryezën e negociatave. Na vjen thellësisht keq për sulmet e këtij mëngjesi, të cilat shkelin qartë sovranitetin e Iranit dhe kërcënojnë paqen e popullit mik dhe vëllazëror iranian. Ne gjithashtu i konsiderojmë sulmet me raketa dhe dron të Iranit kundër vendeve tona vëllazërore në gjirin persik të papranueshme, cilado qoftë arsyeja, rezultati dëshiruar nuk u arrit sepse kriza e besimit midis palëve nuk u ka përzyer dhe përpjekjet e Izraelit për të sabotuar procesin vazhduan. Nëse nuk mbizotron arsye shëndosh dhe nëse nuk hapet hapësira për diplomaci, rajoni ynë rrezikon të tërhiqet në një rrethzjarri, theksoi Erdogan, për të parandaluar gjakderdhje të mëtejshme dhe vuajtje më të mëdha në rajonin ton. Të gjitha aktorët, veçanërisht ata në botën islame, duhet të veprojnë urgjentisht me një politikë që i jep përparësi sigurisë së vendit dhe kombit ton. Shpresojmë ta menaxhojmë me sukses këtë proces të ndjeshëm. Në të njëjtën kohë, ne do të përshpejtojmë përpjekjet tona diplomatike për të arritur së pari një armë pushim dhe më pas për t'u rikthyer në tryezën e negociatave. Nuk kemi asnjë problem sa i përket sigurisë kufive tanë dhe hapësirës tonë ajrore. Ushtria, Gjandarmaria, Policia dhe shërbimet tona të inteligjencës do të marrin të gjitha masat e nevojshme në nivelin më të lartë, si Turqi. Ashtu siç kemi bërë që nga dita e parë po bëjmë dhe do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të zgjidhur problemet në mënyrë paqësore. 28 shkurti lë pas një grumbull të madh rënojash, shkaktoi trauma serioze në një nivel ekonomik, shoqëror dhe individual, tha Erdogan.